me këshillimin e Stambollit në Këshilla Vendore për të mbrojtur territoret e banuara nga shqiptarët. Me 10 qershor 1878, përfaqësues nga paria shqiptare e vilajetit të Kosovës u mblodhën në xhamin Bayrakli në Prizren për të ngritur një platformë si kundërpërgjigje ndaj vendimeve të marra në traktatin e Shën Stefanit. Në mbledhjen e Paris me 18 qershor u radhitën qëndrimet e mbajtura në një shkresë të vendimeve të quajtur Kararname, që u firmos nga 47 përfaqësues të kazave të vilajetit. Shpallja e Kuvendit të Prizrenit në mbrojtje të njësisë së trojeve shqiptare, sikurse dhe në sa akte tjera të miratuara anë e kënd viseve para dhe pas këtij tubimi, janë nënshkruar nga pashallar, bejler e ulema musliman. Ata përfaqësonin qëndrimin e shumicës mbizotruese të popullsisë së vendit. Megjithë këtë, për shkak se çështja kishte të bënte me trojet dhe nevojitej bashkim e bashkëpunim me të gjithë, prandaj ne gjejmë elementin kombëtar si unifikues pavarësisht dallimeve në përkatësitë të tjera. Dhe meritat për këtë i kanë personalitetet muslimane. Akademik Pajazit Nushi, nga lidhja e Prizrenit, kishte arritur që të nxjerrte 3 mesazhe kryesore. E para, mesazhin për pavarësi politike të kombit shqiptar, e dyta, mesazhin për drejtën për të jetuar në shtetin e vet, dhe e treta, mesazhin për emancipim kulturor të shqiptarëve në shtetin e tyre të përbashkët. Lidhja e Prizrenit kishte edhe synimet e saj arsimore. Në vendimet e datës 1 nëntor 1878, përveç tjerash shkruaj: të gjithë nëpunësit që do të jenë në Shqipëri duhet të dinë shqip. Të përhapet arsimi dhe në shkollat mësohet shqip dhe të ndahen mjete për zhvillimin e arsimit në trojet tona. Lidhja e Prizrenit dëshmoi rëndësinë e bashkimit dhe unifikimit karshi rreziqeve. Nga të gjitha trojet shqiptare u bën bashkë dhe vepruan kundër kërcënimeve, pasojat e cilave do t'i vuanin të gjithë. Lidhja e Prizrenit nuk do të ndikonte vetëm tek shqiptarët, por edhe tek të tjerët. Pra, ishte frymëzuese për faktin se nga vendimet e superfuqive të kohës prekeshin të gjithë. Prandaj të gjithë duhet të reagonin.